Në datën 1 korrik, besimtarët ortodoks festojnë ditën e 2 anargjendëve, Shën Damianit e Shën Kozmait, 2 mjekëve çuditëbërës. Si çdo vit, kjo festë mbledh qindra besimtarë në fshatin Hoçish të Bashkisë Devoll. Siç njihet ndryshe, kisha e Satrivaçit për shumë besimtarë është një vend i shenjtë dhe mrekulli bërës, ndaj ata vinë çdo 1 korrik për të ndjekur liturgjinë hyjnore. Atë Viktor Konomi i jep urimin e tij në këtë ditë të shenjtë. Janë shenjtor me shumë me vlerë në kishën ortodokse dhe unë me këtë rast dua të uroj të gjithëve besimtarëve që kanë ardhur këtu në kishë, sepse kjo kishë këtu ka bërë mrekullira. Edhe nuk është as pak të them që ka shërruar me shumë me dhjetra njerëz. Kanë ardhur, kanë fjetur një natë këtu, kanë ardhur pa gojë, kanë dalë me gojë. Kanë ardhur të sëmurë, kanë fjetur një natë, kanë bërë mrekullitë e tyre. Kështu që uroj të gjithëve këta që vinë këtu në këtë kishë me besim të Zoti e të Perëndia e me besim të anargjendët Kozma e Damian të marrin bekimin e këtyre shenjtorëve dhe Zoti t'u jap paqe dhe dashuri në shtëpitë e tyre me shumë dashuri. Kanë qenë të shumë besimtarët të cilët janë mbledhur për të kryer ritualet e festës, por nuk kanë munguar as urimet, përshëndetje, lumturi tek familjarët e tyre. Gëzuar këtë ditë të bekuar të Satrivaçit. Për shëndetin e fëmijëve, për mbarësi edhe të kemi pleqëri të mbarë. Gëzuar këtë ditë dhe shëndet për të gjithë. Kjo festë kremtohet 2 herë në vit, më 1 korrik dhe në 1 nëntor, për nder të 2 anargjendëve.